63 vjeçari vret 2 fëmijët bashkëshorten dhe motrën. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Gjermani ku një 63 vjeçar dyshohet se ka vrarë 4 anëtar të familjes së tij në 3 lokacione të ndryshme përpara se të kryente vetvrasje. Lajmi u konfirmua përmes një deklarate të përbashkët nga zyra e prokurorit publik në Tübingen dhe policia e Reutlingen. Sipas autoriteteve fillimisht ai ka qelluar për vdekje motrën e tij, 60 vjeç. Më pas ai shkoi në biznesin familjar ku vrau 2 djemt, 27 dhe 29 vjeç. Viktima e fundit ka qenë gruaja e tij, 57 vjeçare, e cila dyshohet se nuk ishte nëna biologjike e djemve. Pas këtij akti makabër, autori ka drejtuar armën kundër vetes. Mjeti i krimit është gjetur pranë trupave të tij dhe bashkëshortes. Mediat lokale raportojnë se 63 vjeçar ishte gjuetar, por ende nuk dihet nëse posedonte armën me leje. Policia ka përjashtuar dyshimet për persona të tjerë të përfshirë, ndërsa hetimet vazhdojnë. Ende nuk është e qartë se kur saktësisht janë kryer vrasjet. Jemi në fazat e paratetimit, tha policia për agjensinë gjermane të lajmeve Bild.